Thënie nga Immanuel Kant, filozof gjerman me famë botërore. Immanuel Kant konsiderohet një ndër filozofët më të shquar të mendimit filozofik perëndimor. Citojmë 10 prej thënieve të tij. 1. Rrallë mendojmë për errësirën kur jemi në dritë, për mjerimin kur jemi të lumtur, për dhimbjen kur jemi të kënaqur, por anasjeltas mendojmë gjithmonë. 2. Fakti që nuk kam diçka që mund të kisha pasur, nuk dhemb aqsa fakti që tani nuk zotërojmë diçka që kisha më parë. 3. Feja është njoja të gjitha detyrave tona si porosi hynore. 4. Kush nuk punon lëngon nga mërzia, dhe është gjithnjë i trullosur dhe i bezdisur nga dëfrimi, pa qenë kur i rehatuar dhe i kënaqur. 5. Kënaqësia më e madhe që nuk mbart asnjë lloj neverie është për njerëzit e shëndetshëm pushimi pas punës. 6. Arsimi është problemi më i madh dhe më serioz që mund t'i imponohet njeriut. 7. Mund të mos jetë e vërtet çdo gjë që njeriu beson, por ai duhet të jetë i vërtet në çdo gjë që thotë. 8. Asnjë traktat paqe nuk duhet të konsiderohet i tillë nëse është bërë me qëllimin e fshehtë për një luftë të ardhshme. 9. E madhërishme të mallëngjen e bukura të josh. 10. Bijem në dashuri me të dukshmen, por duam të vërtetën.